Në veriperëndim të Zvicrës në qytetin e Solothurnit, politikan nga Kosova e Serbia u bën sërish bashk, fshehurazi larg syrit të publikut. Takimi, nga informacionet që siguroi Vox Kosova, u mbajt mes datave 24 dhe 26 prill të vitit 2026. Organizatori i diskutimeve, organizata CIG, si asnjëherë më parë, kësaj radhe, fshehu emrat e pjesëmarrësve. E i vetmi detaj që dha ishte se prezent ishin figura nga partitë politike kryesore në Kosovë e Serbi. Të mbyllur për informacione ishin edhe kur Vox Kosova u kërkoi listën e politikanëve kosovare serb që u ulën në një tryez. Çdo informacion publik lidhur me takimin e Solothurnit më 24-26 prill 2026 është i disponueshëm në faqen e internetit të Council for Inclusive Governance. Nuk kemi asgjë tjetër për të shtuar për të informacionit që është dhënë tashmë aty, i tha Voxit organizata CIG. Dokumenti i dal nga takimi tregon se temë diskutimi aty ishin edhe asociacioni e ligji për të huajt. Përveç që takimet u mbajtën fshehurazi, është i befasishëm fakti që të fshet organizata mban edhe emrat e pjesëmarrësve. Por kjo e ka një arsye. Vox Kosova raportonte ekskluzivisht për ecjet në qoshet e Solothurnit mes ish shefes së grupit parlamentar të vetvendosis Mimoza Kusari Lila me politikanën radikale serbe Sanda Rashković Ivić, apo të tjerat, ku zyrtarë të pushtetit e opozitës takoheshin me ministrat të partisë së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në korridoret e heshtura e qoshet diskrete të Solothurnit, larg kamerave, dialogu vazhdon të zhvillohet në mënyrën më pak transparente të mundshme, dhe jashtë atyre mureve mbeten vetëm hamencimet për atë që është thënë brenda.